Ai ka fituar, kanë humbur demokratët, unë e kam thënë dhe rrithem, Berisha ka fituar. Legacinë e tij për të qenë lideri i opozitës, për ta përdorur opozitën për interesat e tij personal dhe privat, për ta bunkerizuar Partinë Demokratike. Sot zonjë që flasim, PD-ja ka dy elementë që nuk e lejojnë të vi pushtet. I pari është faktori ndërkombëtar, që Sali Berisha i ka të prera marrëdhëniet me ndërkombëtarët. Këtu i referohem Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe pa diskutim Londrës. E dyta, lufta që Sali Berisha ka me SPAK-un. Dhe dy faktorët kryesore që një opozit nuk mund të përfaqësoj sot janë pikërisht lufta me drejtësinë dhe lufta me faktorin ndërkombëtar. Si mund vi PD-ja në pushtet? Prandaj kur e them që ky lajm për garimin sërish Sali Berishës gëzon vetëm Edi Ramën. Pasi të gjithë e dim, i madh dhe i vogël, që me Sali Berishën nuk fitohet. Me Sali Berishën Partia Demokratike nuk vjen pushtet. Ti themi ca të vërteta me zë. Për mos e ne paragjykohemi që themi të vërtetën. Unë kam për detyrë, kam ardhur këtu të them të vërtetën dhe këtë të vërtetë duhet ta dinë gjithë shqiptarët dhe gjithë shqiptarët e dinë, por duhet ta dinë dhe demokratët.